Vrasja e gjyqtarit Kalaja në sallën e gjyqit ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët, të cilët janë të prekur drejt për drejt nga gjyqet e stërgjatura dhe pritjet e pafundme. Përsëri televizion shprehen se ata kanë humbur besimin tërësisht tek aftësia për të bërë drejtësi në vend, ndërkohë studentët e Fakultetit të Drejtësisë janë të tronditur nga ngjarja, ndërsa shprehin shqetësim të thellë për sigurinë ndaj profesionit të tyre në të ardhmen. Pas krahëve të mi, ndodhe gjykata e apelit e juridiksionit përgjithshëm Tiranë, pikërisht godina ku tronditën thellësisht themelet e shtetit të së drejtës. Pikërisht në këtë godinë, në orët e rreth mesditës të së hënës së 6 tetorit, Elvis Shkambi shëlloi me armë zjarri drejt gjykatësit Astrid Kalaja, pikërisht në sallën e gjyqit. Por çfarë do thotë kjo për gjithë shoqërinë shqiptare, pasi mediat në mbar botën i dha njehon pikërisht këtij lajmi? Apo kthehet Shqipëria sërish tek vetgjyqësia? Përgjithësi për mua sa vetë shumë zgjerit. Për këta që vuajnë shumë. Unë për vetë nuk kam pas të probleme, po kam miq që vuajnë shumë me vite të tëra. Po drejtësinë e përgjithësi politika, aja po e vetë njerëzit. Drejtësia jepet shpejt, pa e zvarrisin vetët për të marrë paret. A na i burri që u mush kupa aty, më vjen keq familja, se do që kujdes gjyqtarët që t'japin vendimet. Drejtën time ta jep ty. Në hap plumin me të ballit pëse. Po nuk kam, kjo drejtësi që sot kam marrë fund. Pyetje $1 milion shë kjo. Si mendoni se ndikon zvarritja e çështjeve në aftësinë për të bërë drejtësi? Po, drejt me thënë, është problem i madh me atë që kuptoj unë, po kjo nuk është faj i drejtësisë, kjo është faj i politikës. Unë për shembull, po të isha prokuror shteti, do t'i arrestoja që në momentin e parë, sa të atakonin një prokuror ose një gjykat. Kështu që nuk është e ishme të atakosh drejtësinë, sidomos e kupton prokurorin, gjykasin, sepse pasaj qytetarët çfarë do bëjnë, nuk kupton. Qytetarët do mendojnë të bëjnë vetgjyqësi. Më vjen keq për gjyqtarin, ngushëllim e familjes, po më vjen keq edhe për djalin që ka bërë vetgjyqësi. Unë kam pasur vetë një rast, këtu s'ka drejtësi, e kupton. Ne si shoqëri duhet reflektojmë shumë mbi këtë çështje. Se kështu themi ne, na vinë amerikanët, na vinë gjermanët. Demokracia është diçka që nuk as eksportohet dhe as importohet, lind në vend, midis njëri tjetrit. 31 vjeçari Elvis Shkambi është student i historisë, por studimet i la në mes, ndërsa sot është vetë pjesë e historisë si qytetari që qëlloi me armë zjarri gjykatësin brenda sallës së gjyqit, duke shkaktuar vdekjen e tij. Një situatë e tillë ka shkaktuar tronditje të thellë në mbar opinionin publik. Por çfarë mendojnë vetë studentët e juridikut, të cilët nesër do të jenë pjesë e strukturave të gjykatave dhe prokurorive, pikërisht për shtetin e së drejtës dhe për sigurinë që ai ka tashmë në Shqipëri? Mendoj se siguria këtu ka dështuar 100% pas rastit që sapo ndodhi. Sidomos kur ndodhin edhe në ato vende të cilat siguria duhet të jetë më shumë, ndodhin ato, kështu që imagjino në vende tjera. Po, jem njohur me rastin e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Kjo ngjarje është një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë. Nuk di ta përshkruaj gjithë të situatë. Është një situatë e pasigurt për sa i përket sigurisë në gjykata, ashtu edhe për sa i përket sigurisë ne studentëve në të ardhmen. Mendoj që shteti duhet marrë masa për të sensibilizuar që ky rast fatkeq mos i ndodh më asnjërit në asnjë prej profesioneve jo vetëm së drejtës, por edhe në profesionet e tjera siç janë profesionet publike. Po, jam në ndjenjë, kam lexuar lajmin dhe mendoj se është një nga ngjarjet më të rënditse që mund të themi për rinjën e sotme. Dhe nuk e di, thjesht di të them që rinia është duke degraduar gjithmonë më shumë. Si mendon shtetin e së drejtës tani pas kësaj goditje? Thjesht i thyer në shumë copa. Dhe nuk e mendoj fare që mund të kemi një të ardhme të ndritur. Shoqëria shqiptare është e tronditur nga vrasja e gjyqtarit Kalaja pikërisht në sallën e gjyqit. Megjithatë, vetgjyqësia nuk shihet si mundësi për të zgjidhur këto probleme, edhe pse besimi tek drejtësia mungon në mënyrë të theksuar.